Përshëndetje, sot do të marrim Afrika Veriore, Azia Jugperëndimore. Rezultatet e të nxënit, nxënësi nxënësja përshkruan në hartë pozitën gjeografike të Afrikës Veriore dhe Azisë Jugperëndimore, evidenton pjesët përbërëse të këtij rajoni, shpjegon format e relievit, klimën, hidrografinë dhe botën bimore e shtazore. Fillojmë me materialin e ri. Afrika Veriore, Azia Jugperëndimore trajtohen si një rajon I vetëm për shkak të ngjashmërive kulturore dhe natyrore që ato kanë. Shtrihen në një pozitë gjeografike mjaft të favorshme, në veri lagen nga ujërat e detit Mesdhe, në perëndim nga ujërat e Oqeanit Atlantik, në veri lagen nga ujërat e detit të Zi dhe detit Kaspik, në juglindje dhe në jug nga ujërat e Oqeanit Indian dhe Gjirit Persik. Pozita gjeografike është mjaft e favorshme sepse këtu kalojnë disa nga rrugët më të rëndësishme, siç është ngushtica e Gibraltarit, ngushtica e Dardaneleve, ngushtica e Bosforit, si dhe kanali I Suezit, ngushtica Bab el Mandeb apo ngushtica e Hormuzit. Përsa I përket pjesëve përbërëse që dallojmë në këtë rajon janë Magrebi, Lugina e Nilit, Gadishulli Arabik, Harku Pjellor dhe zgjatimi verior. Magreb në gjuhën e vendasve do të thotë ishulli I perëndimit. Fillimisht këtu bënin pjesë 3 shtete: Maroku, Algjeria dhe Tunizia. Më vonë, për shkak të ngjashmërive në këtë rajon, u futën edhe 5 shtete të tjera që ishin Libia, Çadi, Niger, Mali dhe Mauritani. Kalojmë tek relievi. Ne e dim shumë mirë që Afrika Veriore në pjesën më të madhe të saj përbëhet nga shkretëtira dhe shkretëtira më e madhe është shkretëtira e Saharas. Në Afrikën Veriore, pikërisht në Marok, ne dallojmë këto format relievit. Përgjatë vijës bregdetare, në veri perëndim të saj ndodhen malet Atlas. Në jug shtrihet shkretëtira e Saharas, në përbërje të së cilës futet edhe shkretëtira e Libisë. Përgjatë kësaj shkretëtire kemi 2 masive malore që është Ahagar dhe Tibest. Pjesa tjetër është shkretëtira e Saharas, që është dhe shkretëtira më e madhe në botë me sipërfaqe rreth 9 milion kilometër katror. Përsa I përket kushteve klimatike, është kryesisht një zonë e thatë, tokat e pakta gjenden përgjatë oazeve dhe në përgjatë vijës bregdetare. 2. Lugina e Nilit. Përbëhet nga toka shumë pjellore, cila shtrihen përgjatë lumit Nil, dhe vërshimet e Nilit e pasurojnë këtë rajon me shumë element dhe kripra minerale që e bëjnë edhe shumë pjellore. Harku Pjellor. Harku Pjellor përfshin bregdetin lindor të Mesdheut dhe ultësirën midis lumenjve Tigër dhe Eufrat. Ka toka jashtëzakonisht pjellore dhe këtu kanë qenë të vendosura qytetërimet më të hershme. Gadishulli Arabik. Gadishulli Arabik është një rajon I cili në pjesën më të madhe të tij përbëhet nga shkretëtira e madhe arabike, përgjatë së cilës gjenden edhe 2 shkretëtira të mëdha, Njuhlen dhe El Riad. Tokat këtu gjenden përgjatë vijës bregdetare, janë të pakta dhe gjenden përgjatë vijës bregdetare, sidomos përgjatë të Gjirit Persik. Më në veri kemi zgjatimin verior. Në këtë futet rafshnalta e Anadolit dhe rafshnalta e Iranit. Ka marrë këtë emërtim për shkak të shtrirjes në formën e stërgjatur në veri të këtij rajoni. Rafshnalta e Anadolit ka lartësi më të vogël, në veri rrethohet nga malet Pontike, në jug nga malet Taurus. Ndërsa rafshnalta
e Iranit është më e lartë, rrethohet nga malet Elbrus dhe Zagros. Për sa i përket hidrografisë, lumi më i madh është Nili, i cili është dhe lumi më i gjatë në të gjithë botën. Vetë Nili përbohet nga Nili i kaltër dhe Nili i bardhë. Nili i bardhë buron nga rafshnalta e Abisinisë, ndërsa Nili i kaltër buron nga rafshnalta e Afrikës Lindore. Vetë Nili derdhet në detin Mesdhe dhe këtu formon një deltë shumë të madhe. Lumenjtë të rëndësishëm janë lumenjtë Tigër dhe Eufrat, cilët përshkrojnë gjithë ulësirën e Mesopotamisë. Nga bashkimi i këtyre lumenjve formohet lumi Shatel Arab. Bota bimore në pjesën më të madhe të rajonit karakterizohet nga botë bimore shkretinore, kryesisht janë të zhveshura, bimësia tipike janë kaktuset. Ky është mësimi i parë për sot.